Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në këtë video ku do të praktikojmë të folurit shqip. Sonte do të flasim për fuqinë e zakoneve të vogla. Shumë njerëz mendojnë se për të ndryshuar jetën e tyre duhet të bëjnë gjëra të mëdha. Por e vërteta është ndryshe. A e dini që një zakon i vogël i bërë çdo ditë mund të ndryshojë jetën tuaj? Edhe vetëm 10 minuta në ditë mund të bëjnë një ndryshim të madh. Le të marrim një shembull. Nëse lexoni 10 faqe në ditë, në një vit mund të lexoni shumë libra. Kjo është fuqia e vazhdueshmërisë. Ose një fjalë huaj që e përdorim shpesh në Shqipëri, konsistencë. Nuk është shumë e rëndësishme sasia e diçkaje që bëni në një ditë, por se sa shpesh e bëni atë në vazhdimsi. Zakonet e vogla janë më të lehta për të filluar. Nga ana tjetër, nëse vendosni një qëllim shumë të madh, mund të ndiheni të lodhur ose të dorëzoheni. Por një zakon i vogël duket i thjeshtë, dhe kur është i thjeshtë, është më e lehtë ta bëni çdo ditë. Ja disa këshilla praktike. Së pari, filloni me diçka shumë të vogël. Së dyti, bëjeni zakonin në të njëjtën kohë çdo ditë. Për shembull, pas mëngjesit ose para gjumit. Së treti, mos u dorëzoni nëse humbisni një ditë. Thjesht vazhdoni ditën tjetër. Mos harro. Ndryshimi i madh fillon me hapa të vegjël. Çdo ditë është një mundësi për të përmirësuar veten. Cili është një zakon i vogël që ti do të fillosh sot? Shkruaje në koment. Faleminderit që e ndoqët këtë video. Shpresoj t'ju ketë ndihmuar me praktikën e të folurit shqip. Mos harroni të bëni like dhe subscribe kanalin ton. Nëse ke ndonjë pyetje apo dëshiron të mësosh më shumë gjuhën shqipe me një mësues privat, të lutem më dërgoj një email në shqipify@gmail.com që mund ta gjesh në përshkrimin e videos më poshtë. Mirupafshim dhe shihemi në videon tjetër.